Që unë për e marë, së sham, nuk për e marë me vijat rashat Gjermanisë. A kanë kuadrat pakten ata që, kur dihet se ata e një mosh? Jo, kuadrë kanë, po jo nuk kanë kuadrat mjaftueshme. Edhe sektori i mesëm, ku përfshin motrat dhe teknikët, po dhe mjek ku janë. Për sham, nëse para 15 viteve ka pas shumë pak krye mjek të huaj, kushtimisht ka pas, po jo, tash ka shumë. Mënd që të regon se një pjesë e Gjermanu kanë dalë në penzion, këta që kanë arë, sikur që kam qenë unë dhe të tjerë, pastaj kanë marë pozitet e tyre që janë si krye mjek. 60-80% e personelit ka qenë e huj, me prejadjet të huaj, dhe më thënë që nuk ka qenë, jo Gjerman. Nga cilat vende? Gjitha anët e botës. Nga gjitha anët e botës. Unë kam rastis përmi 40 nacionalitete me punu me ta. Pra e qoftë Afrikës, Azisë... A janë nacionalist Gjerman të hesh në aspektin e... Nuk është faqin. A nuk është faqin? Nuk është faqin kur. Nuk brendësinë e tyre nuk guzojnë me u fut, po nuk është faqin. Din me të respektu me ta dhona drejtë që ty të kënë, edhe në rastet, përmena pazi dëshmin, kur e shënojnë dëshmin, ka mundësi që shumë veti tuat nuk i ke ditë se cilat ata ti shfaqin dhe ti të regojnë. Ata din me të regu dhe ku ke qenë gabim, din edhe me të regu ku ke ngecë në profesion, qoftë profesionalisht, qoftë në aspektin njëzër. Po, suksesi nuk ta mohojnë. Nuk do me thonë që ty ta pranon suksesin edhe ka me të bosh shok të mirë. Jo, nuk ta mohon suksesin, kjo ta jep të drejtën që ty ta konë. Nacionalizmin nuk e kanë shfaq, nuk u zë me thonë që e kanë shfaq, jo asë njëherë. Bile, thëmë shumë herë, kishmi qenë ne ata që kishmi prit të tjerët, sikur që ne kanë prit Gjerman të fjala për nacionalitetet e tjera, mërana reporteve tona si mjek, nuk i di do të kishmi mujtë me usil me ta sikur që ata jenë sjell me ne.